shifra me monedha me milion dhe paguën para me milion, kuptohet që është një vend që ka një destabilitet, ka një problem serioz. Dhe unë fakt do ta shikoj nga një këndvështrim tjetër nga Banka e Shqipërisë. Banka e Shqipërisë e shikon inflacionin si shkak i ngrirjes vlerës paras, unë do ta shikoj si problem me paran që prodhon inflacion. Do ta shikoj nga ana tjetër, shpresoj të mos i ngelet hatri Bankës së Shqipërisë. Gjëja e parë pra që shikonin këtë grafik është Turqia, e cila ka pas norma inflacioni dhe historikisht. Dhe problemi që dua të evidentoj me këtë grafik është jo vetëm ç'është inflacioni, pra një kërcim i madh i çmimeve, por edhe fenomenin tjetër, që një vend që ka inflacion, një vend jo i stabilizuar, ka potencialin që të ketë inflacione her pas here, pra që fenomeni i inflacionit të jetë tepër i vështirë që të vihet në kontroll. Ky është problemi i parë që evidentoj nëpërmjet këtij grafiku. Problemi i dytë është isha ke milioner, si thash me M, ndërsa këtu jemi me trilioner me T. Pra, nëse atje ishim ke inflacioni, këtu jemi ke hiperinflacioni. Dhe ky është rasti i Zimbabves, që në vitin 2007 çmimet dyfishoheshin çdo 24 orë. Imagjinoje të jetosh në një vend që çmimi dyfishohet çdo 24 orë, sa i tmeshme duhet jesh të punosh me rrogë fikse dhe ta marrësh rrogën 3 herë në ditë për shembull që të kesh mundësi ta kapësh bukën me çmim të ulët apo ta kapësh kilën e orizit me çmim të ulët. Ky është rasti klasik kur një vend, siç ishte Zimbabve, për të përballuar këtë fenomen emetoi kartmonedhën e parë që është 100 trilion. 100 trilion baras me 40 cent. Imagjinoj të kesh triliona në xhep dhe të jesh i varfër, ky është rasti klasik se çfarë nënkupton hiperinflacioni. Me këtë dua të evidentoj prap dy tipare të dallueshme, njëri inflacioni që nënkupton një rritje të ndjeshme të çmimeve deri diku, por kemi edhe periudhat e hiperinflacionit ku çmimet janë jashtë kontrollit. Çështja e dytë që dua të them është këtë fajsojmë, sepse mirë krijohet inflacioni, por gjithmonë duhet fajsojmë dikë, përndryshe është çike vështirë ta pranojmë si shoqëri. Edhe përgjatë historisë ka patur shumë interpretime. Për shembull në kohën e mesjetës kemi atë gjujtet e magjistarëve, sepse magjistarët konsideroheshin witches, konsideroheshin si shkaku kryesor i inflacionit. Kemi parasysh periudhën edhe të zbulimeve të mëdha, kur kemi rritje të mëdha të çmimeve në Spanjë dhe në Europë, edhe me qenë se s'gjenin do të përgjigjen se pse po rriteshin çmimet. Nuk e gjenin do tek ari, sasitë e tepërta të arit dhe të argjendit, tek monedha, po i gjenin tek witches, edhe po fajsojmë ato që janë magjistarët. Në Republikën e Weimarit, episodi më dramatik historik në Europë i inflacionit është Gjermania e kohës së Weimarit, pra në vitet 1920, ku gjithashtu problemi themelor në Gjermani në atë kohë i Bankës Qendrore ishte si të printonte paran, sepse aq shumë ishte problem logjistik, si do të ngarkonte kamionët me kartmonedha për t'i shpërndar edhe për ndar rrogat 2-3 herë gjatë ditës. Edhe në Republikën e Weimarit populli kë fajsonte, tregtarët hebrej, e din gjithë, edhe prodhoi atë realitet katastrofik që prodhoi historia e luftës së dytë botërore. Moti i keq është pa diskutim kriza e vitit 2007. Në vitin 2007-2008 pati edhe për shkak të ndryshimeve klimatike, pati probleme serioze me sigurinë ushqimore dhe për pasojë çmimet e ushqimeve bazike u rritën 18-20%. Rezultati ishte lufta, ose jo lufta, po ishin ndryshimet e thella politike që ndodhen në vendet e Afrikës, në Egjipt edhe në gjithë vendet e tjera, pranvera e famshme arabe. U shkaktua pikërisht nga kjo. Sindikatat shumë dëshirojnë që të fajsojnë sindikatat, dhe këtu do të thoja që kryesisht ndoshta janë ata të krahut libertarian, që thonë që fajtorë janë sindikatat, sepse sindikatat kërkojnë gjithmonë rritje çmimi, rritje page, edhe po rritën pagat, sipërmarrësit ku do ta çojnë rritjen e pagës? Nuk do ta mbajnë për vetë, do t'ja faturojnë të tjerëve. Dhe kështu që sindikatat duke kërkuar rritje page, janë shkaku kryesor i inflacionit. Në kohët moderne, në vitin 2008, doli argumenti Wall Streetit, ishte makutëria e njerëzve të Wall Streetit, ajo që prodhoi atë fluskën e madhe financiare, e cila pastaj prodhoi probleme serioze për rrënimin e pasurisë së shoqërisë. Nixoni
Në vitet 70 është një episod i rëndësishëm i inflacionit. Në vitet 70, në mesin e vitet 70, 1973, ndodhi kriza e madhe e naftës, ndodhi falimentoi dollari, falimentoi sistemi Bretton Woodsit, dhe përpasoj kemi një nga periudhat e inflacionit më të lartë që ka ndodhur në botën demokratike, në Shtetet e Bashkuara, në Europë e me radhë. Dhe Nixoni fajsonte gjithashtu dollarët, spekulatorët ndërkombëtar që i shëmbën ata dollarin. Në fakt, nuk fajsoi Bankën Qendrore, Fedin, i cili kishte mbushur kanalet e kreditit global me sasi dollari të jashtëzakonshme, dhe që nuk mbante dot premtimin që kishte marrë që kushdo që mbante një bilet dollari, një dollarçe, do ta konvertonte në sportelet e Bankës Qendrore, pra të Fedit, me një sasi të caktuar ari, sipas çmimit fiks $35 për një oncë. E kushton sasinë e paras dhe s'ke dollar këtej, kuptoj që ke shkatruar vlerën e paras tënde. E thash pak më përpara, trajtimi klasik që ne i bëjmë sot inflacionit është që është rritja e çmimeve, ajo që shkakton probleme me monedhën, që shkakton rënjen e paras. Në fakt, do thoja që është e kundërta. Për shembull, shkaku i inflacionit të viteve 1970 konsiderohej që ishte kriza e naftës. Pra thuhej që kriza e naftës, ku çmimi i naftës u rrit nga $3 për, imagjinojnë $3, sot flasim 80, $3 edhe u rrit në $8 për ton, u konsiderua si shkaku kryesor i inflacionit në botën e asaj kohe. Po të lexosh, në fakt, deklaratat e OPEC-ut, OPEC-u ka një deklarim tjetër, dhe OPEC-u tha që meqense dollari është zhvlerësuar në mënyrë dramatike, atëherë për të kompensuar efektin gryrës të dollarit, u detyruan që të kompensojnë të ardhurat e tyre. Apo jo? Pra lidhja është e kundërt dhe jo lidhja që ishte rritja e çmimit naftës që shkaktoi fenomenin e inflacionit. Kjo ndoshta mund të jetë çik temë kontroverse në një bankë qendrore, por mund ta diskutojmë sa herë të dëshironi ju. Pra, unë mendoj që është vlera e paras përgjatë historisë ajo që reflekton rritjen ose uljen e çmimeve. Edhe në kohën e komunizmit ne mbaj mend sa herë shohim në një film të vjetër, edhe gruaja thotë, çanta 500 lekëshe, valiçja 1000 lekëshe, sandale 240 lekëshe. Pra i njohim produktet sipas çmimit, sepse vlera e paras ishte jashtëzakonisht stabil, ndërkohë që në kontekstin e ekonomisë së sotme mendoj që gjërat kanë ndryshuar. Përgjatë një pjesë të madhe të mënyrës se si është realizuar politika monetare, këtë e reflektojnë në fakt tek çfarë ka ndodhur me monedhën, e shohim kur krahasojmë vlerën e një monedhe, siç është dollari amerikan, me një mall më të rëndësishëm siç është ari. Sigurisht për të parë se çfarë ndodh me vlerën e paras, duhet ta shikojmë, ta krahasojmë me një mall tjetër, se ku i dim ne se sa vlen dollari, apo sa vlen leku, apo sa vlen çdo lloj monedhe tjetër. Duhet ta krahasojmë me një sistem, me një monedhë referencë, apo me një sistem referencë, që përgjatë gjithë historisë ka qenë sistemi kryesor mbi të cilën është bazuar monedha. Mund ta krahasojmë me një indeks të çmimeve të madra, mund ta krahasojmë me gjithçka tjetër. Ktu e kemi krahasuar me arin. Dhe po të shikojmë që nga viti 1973, që çmimi ishte i fiksuar, dhe përgjatë gjithë historisë para vitit 1973, vlera e dollarit ishte qëndrueshme, pas vitit 1973 dhe në vazhdimsi, shikojmë një gjë interesante, që deri nga vitet, në mos gaboj, nga vitet 2000, kemi një ecuri shumë konstante të çmimit të dollarit në raport me arin. Dhe në fakt në fjalimet e Greenspanit, kur kam punuar në Bankën e Shqipërisë, kësë kam pas lexuar, por tani e kam lexuar, që Greenspani thoshte që interesi i Bankës Qendrore ose objektiv i Fedit do të jetë për të garantuar vlerën e dollarit, duke e parë atë se si shkon relativ të krahasuar me vlerën me çmimin e dollarit. Çka do të thotë që pavarësisht se politika monetare e Bankës Qendrore të Fedit në atë kohë kishte kaluar ke instrumentet klasike të monetarizmit, për cilat mund të flasim dhe më vonë, por ama një sy të rëndësishëm ja kushtonte se çfarë ndodh me vlerën e dollarit. Çka do të thotë, pra me këtë dua të them që mënyra se si e shikojmë ne inflacionin ka të bëjë drejt për drejt me mënyrën se si e shikojmë ne dhe si e gjykojmë ne vlerën e paras. Në qoftë se objektivi një banke qendrore është të garantojë vlerën e paras, atëherë inflacioni bëhet objektiv sekondar. Objektiv primar bëhet ruajtja e vlerës paras. Për çfarë është inflacioni, për ta thënë shkurt, sepse
kjo ishte thelbi i diskutimit, e mendoj që ka disa lloj përkufizimesh për inflacionin. Një përkufizim është ndryshim dramatik i CPI-s. Ne të gjithë e dim, për të matur se si shkojnë çmimet, kemi një indeks që e quajmë Consumer Price Index, ose indeksi i çmimeve të konsumatorit, dhe bëjmë një instati që e mat, bën një vëzhgim, shikon se ku i shpenzojnë njerëzit lekët, dhe bazuar në strukturën e shpenzimit, ndërtojmë një shport mallrash, dhe i masim këtë shport mallrash se si shkon çmimi i kësaj shporte për gjatë kohës. Problemi i parë themun që kemi në këtë rast është që metodologjia është shumë e vjetruar. Kjo bën të sens në një ekonomi jo shumë diversifikuar, pra një ekonomi që ka një numër mallrash relativisht kufizuar, por në një ekonomi që është më moderne dhe që ka një shkallë tepër të lartë diversifikimit produkteve, matja me këtë metodologji mendoj që është e vjetruar. Ka shumë studime që po bëhen kohë edhe nga Eurostati dhe përpjekje që po bëhen për ta modernizuar këtë sistem. E para, e dyta, ne vazhdojmë tek matja klasike përmes pyetjeve që dalin njerëzit në terren. Ndërkohë, teknologjia artificiale, për shembull, sot, se flasim me teknologji artificiale, mund të bëjmë mrekullira. Atëherë, meqense jetojmë në epokën e big data, ku njerëzit sa herë që shkojnë të bëjnë një pazar, skanohen, sepse normalisht ne skanohemi me gjithë produktet që ne blejmë. A mund të kalojmë pra nga atë që e quajmë Consumer Price Index në Digital Price Index? Pra të kalojmë nga CPI-a tek DPI-a. Ka përpjekje, unë kam parë për shembull disa banka qendrore në Japoni, Banka Qendrore e Japonisë, po eksperimenton për të kaluar drejt një matje më të saktë që është pikërisht kjo Digital Price Index. Ideja është edhe një herë për ta matur saktë se çfarë ndodh me çmimet, sepse sa më saktë ta masim në një fenomen, aq më e mundur është që ta kontrollojmë apo të jemi, si thua, realist në objektivat e politikës tonë për të ruajtur konsumatorin. Tjetër është rritja e çmimeve për gjatë kohës, kështu e përcakton dhe Fedi. Për gjatë kohës çmimet rriten, dhe në fakt çmimet rriten sa më shumë zhvillohet një vend, aq më shumë rriten dhe çmimet. Shkon Turqi, çmimi i metros është sa çmimi i urbanit në Shqipëri. Pothuajse me 40 darka mund të presësh biletën e metros edhe tu thosh. Ama po shkosh në Singapur apo nuk e di në Luksemburg, çmimi i një bilete është mund të shkojë $10, 10 euro. Dakor? Sepse standardi i jetesës në Turqi është krejt i ndryshëm nga standardi i jetesës në Luksemburg. Çka do të thotë që një strukturë e një shoqërie me një nivel të lartë të ardhurash nënkupton edhe nivele të ndryshme të çmimeve. Por sa më shumë një vend zhvillohet, sa më shumë rriten të ardhurat, sa më shumë zhvillohet ekonomia, është një prirje dhe një tendencë e përhershme edhe të çmimeve që të rriten. Kështu që rritja për gjatë kohës së çmimeve është një fenomen i natyrshëm për një shoqëri njerëzore. Problemi është që mbajtja nën kontroll që ato të mos kalojnë në nivelet që mund të jenë tepër të larta. E vërteta e çmimeve, çfarë është saktësisht rritja? Rritja e çmimeve është një fenomen natyror, siç e thash pak më parë. Janë sa herë ndryshojnë gjërat në sektorin real të ekonomisë, sa herë ndryshojnë sentimentet e konsumatorit, ekonomia është një objekt i gjallë. Kur njerëzit, e them shpesh, kur njerëzit ngrihen me humor dhe gjithë blejnë, kërkesa rritet, kur rritet kërkesa, rritet presioni për inflacion. Kur njerëzit zgjohen në mëngjes me kohë shiu edhe s'dalin të shpenzojnë, kërkesa bie, çmimet bien. Është një proces krejt i natyrshëm. Kur ndodhin ndryshime në shije etj në standardet e jetesës njerëzve, çmimet kanë prirë, këtë thot Adam Smithi. Forcat e tregut bëjnë që çmimet herë të rriten, herë të ulen. Por dora e famshme e padukshme që thot Adam Smithi, cila është forca e konkurrencës, që kur rrit çmimet rriten dhe mundësitë përfitim janë më dha, të gjithë do të shkojnë dhe të investojnë, sasia e mirave do shtohet, çmimet do të bien, dhe kundërta. Dhe kjo i bën pra forcat e padukshme, ose dora e padukshme, si thot Smithi, bën që çmimi natyror ose çmimet e tregut të tentojnë të shkojnë deri atij që është çmimi natyror. Çmimi natyror është pikërisht ky, që balancon forcat e kërkesës dhe ofertës. Dhe nga kjo pikpamje pra, luhatja e çmimeve është një gjë më së normale në një shoqëri. Nga ky diskutim që bëra deri tani, duhet dallojmë dy lloj inflacioni. Ajo që fola është inflacioni jo monetar. Pra inflacion ose rritje e çmimit, rritja sistematike e çmimit për gjatë kohës, është një fenomen jo monetar dhe një fenomen
natyror, pra jo monetar, sepse ndodh për shkak të ndryshimeve që ndodhin në sektorin real të ekonomisë. Rritet sasia e prodhimit etj. Krijohen pra kushtet reale që çmimet të ndryshojnë. Por korrektimet sigurisht që janë të shpejta dhe ky lloj inflacioni pra nuk mund të konsiderohet në gjykimin tim inflacion. Kjo është një pjesë e procesit të korrektimit të tregut, market correction, i cili ndodh në mënyrë automatike dhe që tregu do stabilizohet automatikisht. Forma shqetësuese e inflacionit është inflacioni monetar. Inflacioni monetar është inflacioni që buron nga korruptimi i paras. Pra ky është inflacioni që s'ka lidhje me sektorin real të ekonomisë. Ky është inflacioni që ka lidhje me atë se çfarë bëjnë bankat qendrore. Dhe kjo është arsyeja që meqense është korrupsion monetar, pra korruptimi i paras, ne dhe shoqëria ka besuar tek një institucion i pavarur siç janë bankat qendrore, që të menaxhojnë dhe të mbajnë nën kontroll pikërisht të fenomenin monetar, që të shmangin krijimin e inflacionit artificial që krijohet nga manipulimet e paras dhe të lejohet ajo inflacion që është i natyrshëm dhe pjesë e proceseve tona ekonomike. Çka ka ndodhur që nga pas pandemisë? Në fakt procesi ka filluar që nga viti 2007-2008 me krizën e madhe financiare. Ka ndodhur që, po shikoni këtu kemi param, dollarin amerikan. Më vonë kemi edhe euron, kemi edhe bankën tonë qendrore. Po të rrim vetëm ke dollari. Po shikojmë, këtu kemi një indikator të paras, për studentët, me qenë se një pjesë madhe i kam student këtu, që është baza monetare, pra high powered money, që është paraja cash dhe rezervat e bankave. Po shikoni që kur u shkriju Fedi në vitin 1913, edhe deri në krizën e pandemisë, stoku i paras ishte më pak se sa $1 trilion. Vetëm nga viti 2020 deri sot ka shku $6.3 trilion. Pra kemi një rritje të jashtëzakonshme dhe ky grafik po ta krahasoni me këtë grafikun tjetër që ju thash pak më përpara. Ja shifni këtu se ç'ndodh. Kur rrit ofertën monetare, po shikoni këtu, çmimi i dollarit në raport me arin apo me monedat apo me çmimet e tjera të shportës, commodities, ka një rënje të jashtëzakonshme. Këtë bën një politikë monetare e cila krijon çështje serioze me stabilitetin monetar. Njëjtën gjë besoj që ka bërë dhe Banka Qendrore. Tani, sigurisht që nuk është bërë edhe kjo, si thuash, out of nothing, s'ka ardhur nga hiçi. Normalisht, meqense bankave qendrore u kemi dhënë një monopol që shqyqy që se japin me PPP, por e kemi një monopol shtetëror për emetimin e paras, banka qendrore, dhe kjo është arsyeja që ato janë të pavarura, ose këto janë argumentet pse kemi krijuar banka qendrore të pavarura që të sillen me përgjegjësi, është bërë për të shpëtuar ekonominë. Kemi jo vetëm krizën financiare 2008-s, kemi pandeminë dhe mbylljen totale të ekonomisë, kemi krizën tjetër që filloi mbas luftës në Ukrainë, kemi një realitet dhe një kontekst të ri, që e ka ndryshuar pothuajse të gjithë paradigmën e diskutimit për rolin e bankave qendrore, por për këtë çështje ndoshta mund të flasim në herë tjetër. Për të rënë shkurt, për kufizimi sipas meje inflacionit është deformimi i çmimeve që ndodh kur paraja humb vlerën. Pra sa herë paraja humb vlerën, krijon market distortion, price distortion. Dhe kundërta kemi edhe fenomene kundër deflacioni, rënja e çmimeve që shkaktohet nga rritja e vlerës monedha. Ani ka shpesh argumente që shiko deflacioni është më i keq se inflacioni. Unë nuk dua të hyj shumë fare në këtë, por ka një fakt historik. Në vitet 1920, kur ekonomia amerikane mori statusin e liderit të ekonomisë botërore, brenda një dekade, çmimet e shumë produkteve ranë me disa herë. Çmimi i makinave, çmimi i çelikut, çmimi i transportit, mjeteve të transportit. Dhe megjithëse çmimet ranë ndjeshëm, ekonomia amerikane u shndërruar dhe ishte ekonomia më e madhe e botës dhe vazhdon. Pasuria e Amerikës u rrit pavarësisht që çmimet ranë. Kështu që kur mendojmë për çështjet e impaktit të deflacionit, duhet të jem paksa, si thash, pak provokues dhe jo ortodoks, sepse për banka qendrore ky është problem gangrem. Dhe këtu e kishim edhe gjërën më kryesore që po ndodhen në vitet 2008 dhe në Europë me rastin e krizës borxheve, deflacioni ishte problemi më serioz i tyre. Tani, shenjat paralajmëruese është
zvarritja nga dalë e inflacionit, kur inflacioni fillon që të kërcej, nga pak fillon që të ecë, paraja fillon të humbas vlerë. Ç'a ndodh kur paraja fillon të humbas vlerë? Njerëzit do të shkojnë drejt në kërkim të safe assets, të aseteve më të sigurta. Dikush ke floriri, dikush ke real estate e kështu me radhë. Dhe kjo vën në funksion një proces të rritjes graduale, të humbjes të mëtejshme të vlerës parash ose rritjes të çmimeve. Tjetër fenomen është, unë kam shumë, i dashur dollari është kurrur, shrink. Dhe ky quhet shrinkflation. Shrinkflation, si përgjigjen shpesh. Ata që biznese që s'ja faturojnë dot konsumatorit, atëherë ja faturojnë produktit. Do me thënë, byrekun që e merri me 10 pet, e merr me 8 pet, apo me më pak spinaq, ose unë që i qethsha flokët dikur, për shembull, kur kisha 2 fishin e flokëve dhe i qethsha 5.000 lekë, tani kam gjysmën e flokëve dhe i paguaj 10.000 lekë. Ky është pak a shumë inflacioni që ndodh me shrinkflation. Pra, rritja e çmimit fillon që të bëhet një fenomen zinxhir. Në vendet siç e thash pak më përpara, me histori të destabilizuar të çmimeve, është shumë e vështirë mbajtja e inflacionit në kontroll. Dhe kjo ka qenë, besoj, një nga arsyet shumë të rëndësishme, edhe në argumente që pse një pjesë e madhe e vendeve periferike të Bashkimit Evropian ju bashkuan Eurozonës. Italia ka qenë një vend me probleme serioze të përhershme të inflacionit dhe me norma të larta interesi përpasoj, Portugalia, Spanja, gjithë këto vende, edhe Franca në vetvete, me përjashtim të Gjermanisë që kishte normë shumë të ulët inflacioni, gjithë pjesa tjetër dhe kishin një problem serioz, sepse është problemi i kredibilitetit bankës qendrore, por po e sofistikoj ndoshta diskutimin në këtë sallë. Kështu që një nga argumentet kryesore ose mënyrat më të kollajta se si mund ta luftosh inflacionin kur je një vend i pa disiplinuar historikisht, dhe ke treguar që në histori e neglizhon, atëherë është për të mund kalosh edhe drejt zëvendësimit plot monetar. Ndërsa po kështu është edhe psikologjia njerëzore. Do thonë inflacioni krijon inflacion. Kur fillon rritja e çmimeve është pak a shumë si fenomen, krijohet një lloj fenomeni ortek. Të gjithë vazhdojnë që të rrisin çmimet. Dhe fatkeqësisht në Shqipëri, kur flasim rritje të çmimeve, nuk flasim kështu si në botë, u rrit 5%, 3%. Këtu kur e rrisim tamam, rrisim në mënyrë të plotë që të marrim benefitet. Për shembull, kalojmë direkt 25%, 35%, që ta ndjejmë realisht që çmimi u rrit. Dhe ky bëhet pra një fenomen social. Pak a shumë si në psikologjinë e kriza një lloj herding behavior, një lloj sjellje që të gjithë fillojnë, agentët e tregut fillojnë që ta adaptojnë. Zhvlerësimin e paras e shikojnë në rolin fundamental që ka paraja për ne ekonomistët. Paraja ka lindur sepse lehtëson transaksionet si mjet shkëmbimi pra. Për antropologët nuk është kështu. Antropologët thonë një qasje krejt tjetër. Antropologët thonë që ndër më të mirët, David Graeber për shembull që është nga më të mirët sot besoj, ai thotë që historia e krijimit të parës është një histori e krijimit të borxhit. Qeveritë kanë dashur të krijojnë borxh, sepse çdo para që krijohet është një instrument borxhi. Ata e lidhin e shohin me qasje tjetër, por mua s'm pëlqen, se s'jam aq i majt sa të mbështes këtë lloj teze, por ajo që më pëlqen është kjo që paraja për te funksioneve që mund të diskutojmë, funksioni fundamental i saj është të ruaj pasurinë. Pra, të kemi një instrument përmes të cilës ne të trashëgojmë pasurinë den baba den. Dhe pasurinë mos e trashëgojmë vetëm me ar apo se në ar nuk investon dot qytetari thjesht. Nëse blejmë dot arin apo arin e bëjnë banka qendrore, ne qytetarët toksor nuk mund të kemi akses në këto lloj produktesh privilegjuara. Por çfarë bëjmë? Krijojmë fluska financiare, sepse kur leku bie, atëherë edhe për të mbrojtur vlerën e parash, blejmë real estate, blejmë pallate, blejmë ndërtesa dhe kështu krijojmë ato që quhen bed bubbles. Krijojmë bubbles të këqija, rezultati të cilave është katastrofik, pastaj se janë qytete fantazmë, banesa pa njerëz, pa pasagjer, etj. Pra, krijojmë një realitet jo shumë interesant për shoqërinë. Kështu që unë kam shkruar diçka edhe për kriptot. Një pjesë e vendeve shkojnë drejt, siç e thash, shkojnë drejt monedhave të mira. Pra kur leku zhvlerësohet, shkojnë drejt euros, drejt dollarit. Kjo shpjegon një mas të madhe arsyet pse Shqipëria ka një nivel të lartë të euroizimit. Pra ne dolëm një vend i destabilizuar në vitet 90, e paguam çmimin e destabilitetit, sepse një kursim që mund të kishte bënë 100.000 lekë gjatë periudhës komuniste
dhe që mund të ishte baras me një vil atëherë, rezultoi të jetë paga e një muaji, mas një viti. Kështu që pasi e paguam këtë çmim të rrënimit ekonomik, atëherë njerëzit shkojnë për të kërkuar asete. Dhe asetet më të sigurta për ne janë paratë e sigurta, siç është euro dhe dollari. Nëse dollari shkon ke ari, ne shkojmë ke dollari, sepse dollari është as good as gold për neve, apo euro e kështu me radhë. Sot po diskutohet edhe për kriptot. Edhe kriptot mund të jenë një monedhë alternative dhe një mundësi për të ruajtur vlerën e paras. Sot, kriptot janë monedha eksperimentale dhe kanë oscilacione shumë të forta në treg, por ka gjasa, është një lloj monedhe e re që po emetohet kohët e fundit që quhet stable currency, stable money, e cila është e lidhur me asetet reale, është e lidhur me arin, argjendën dhe metalet çmuara, dhe mundet të ketë potencialin që të luaj rolin e standardit të arit që e kemi patur më përpara në histori. Paraja e mirë është paraja që garanton vlerën e saj. Pse inflacioni është i keq? Unë e thash pak pse është i keq, por ideja është që pse kaluam nga paradigma se bota më përpara, kur kishim standardin e arit, objektivi kryesor i bankave qendrore ishte ruajtja e vlerës së paras, sepse ishte epoka e kurseve fikse të këmbimit. Epoka e kursit fiks këmbimit nuk merret me inflacionin, po merret me nivelin e përgjithshëm të çmimeve, duke kontrolluar kursin e këmbimit. Ne kaluam nga ky standard tek standardi i ri, edhe për shkak zhvillime teorike, një prej cilëve është Keynesi bashkë me kurbën e famshme të Philipsit, që thanë që shiko, paraja nuk mund të jetë shumë neutrale. Ne mund të krijojmë më shumë punësim nëpërmjet krijimit pak inflacion, një kurbë e famshme e Philipsit, që është shkaktarja kryesore që pse kemi ne këtë gjendje të sotme, mendoj unë. Tani, a qëndron kurba e Philipsit? A kemi vërtet këtë lloj lidhje inverse? Këtu ka shumë kërkime, ka punime pa fund akademike. Kemi të paktën një 6 akademik që i rendisën këtu, duke filluar nga i famshmi Robert Lucas, Edmund Phelps e të tjerë, të cilët thonë që kjo kurbë nuk ekziston. Edhe në fakt, në supozimin e rational expectations, pra kur njerëzit sillen racionalisht, nëse kemi një rritje çmimi dhe njerëzit kanë pritshmëri për rritje çmimi, kërkojnë indeksim dhe përpasoj shkojmë nga një botë me çmime të ulta me çmime të larta pa ndikuar fare papunësi. Nëse shikojmë disa statistika, papunësia në Shtetet e Bashkuara në epokën e standardit të arit, pra kur nuk diqe inflacioni, ishte niveli më i ulët i papunësisë. Zvicra, vendi me monedhën më stabil, që është franka zvicerane, ka nivelin më të ulët të papunësisë. Kështu që është një çike debatueshme teorikisht, Banka e Shqipërisë me siguri nuk vjen dakord. Pra, epoka e no inflation që kemi kaluar neve, me të drejtë tani thonë disa pretendojnë, një prej tyre është Ron Paul, është një lloj anarkisti do ta quaja, është edhe kongresmen amerikan, por ky ka bërë dhe një libër End the Fed, të japim fund Fedit, por ka një pyetje kështu retorika e thotë, meqense qeveritë krijokan punësim nga paraja, pra printojmë para, krijojmë punësim dhe sprodhojmë inflacion. Atëherë pse duhet të ketë njerëz të varfër, pse të mos vazhdojmë prodhojmë edhe të zgjidhim hallet e shoqërisë. Dhe në fund, inflacion nuk do të kemi sepse mund të monetizojmë gjithë borxhin e qeverisë dhe përpasoj vuala u zgjidh çështja. Kështu që epoka që kemi kaluar pra nga no inflation në inflation është një realitet i cili ka prodhuar sot një shoqëri që po e gryen për ditë vlerën e paras dhe që përpasoj këtë e shohim këtë treguesi inflacionit, por edhe shumë indikatorë tjerë. Tjetra inflacioni është taksa e sheshtë, dhe unë kam marrë vetëm një rast shumë thjesht, një familje, një person që punon gjithë vitin, merr 20.000 euro të ardhura në vit, me inflacionin 2%, në fund vitit zëre se i ka paguar dhe 400 euro taks më shumë qeverisë, sepse është humbja e vlerës paras që është shkaktuar nga fenomeni i inflacionit. Imagjino sikur këtë 20.000 ta kesh për pension, për ditën e kiametit, pra, për ditën që mendojmë gjithë, ditën e shiut, kur s'do na marrë njërin punë, edhe po ta skontosh me një normë inflacioni 4%, i bie që pas 20 vitesh kursimi i jetës përfundon thjesht 9.000 euro. Kështu që ky është roli i inflacionit. Tjetër thellon pabarazin. Absolutisht thellon e para një që inflacioni godet shtresat më të ulta. Çmimet e produkteve esenciale kanë gjithmonë prirje të rriten shumë më tepër se çmimet e produkteve të luksit. Kjo është një fakt i vëzhguar edhe statistikor. Edhe shikojmë dhe në inflacion në Shqipëri. Nëse flasim core inflation, pra inflacioni bazë, rritet me 8% në kohën e rritjes lartë, çmimet e produkteve ushqimore të shportës 25%.
Dhe të varfrit këtu i çojnë parat. Ata me tarura të ulta, parat i çojnë ke ushqimi, ke gjërat bazike. Kështu që këto lloj produktesh tentojnë të kenë një rritje shumë të lartë të çmimit. E dyta, në një epokë me përfitues tjetër janë investitorët e sofistikuar. Sepse në kushte një inflacioni të lartë, investitorët e sofistikuar nuk jetojnë me paga fikse. Njerëzit e thjeshtë jetojnë me paga fikse, ata si puna ime për shembull, që marrin thjesht rrogën, ndërsa ata që janë sofistikuar investojnë në financial markets, investojnë në asete që janë të indeksuara për shkak të inflacionit e kështu me radhë. Kështu që kjo godet në mënyrë asimetrike shoqërinë dhe thellon pabarazinë. Dhe mendoj që edhe po të shikojmë çfarë ndodhi pas pandemisë. Gjithë ato parat, sasitë e mëdha që Fedi shpërndau, bën që bursa ta merrte veten më një herë. Stock Exchange i New York, po ta gjykoni nga indeksi, qoftë Standard & Poor's e tjerë, do të shikoni që ekonomia amerikane është në gjendje të shkëlqyer. Por po të shikosh sektorin real të ekonomisë, në fakt kemi plot probleme. Dhe arsyeja është që pjesa më e madhe e kësaj paraje spekulative të hedhur në treg shkoi kryesisht për tregun financiar dhe nuk shkoi për të financuar sektorin real të ekonomisë. Disa episode të inflacionit që unë i përmenda pak vitit 97, që ka qenë një episod realisht dramatik, do të thoja, edhe për historinë e ekonomisë, sepse u deshën më shumë se 10 vjet dhe u desh ardhja e një guvernatori, siç ishte Paul Volcker në atë kohë, i cili rriti normën e interesit 22% e pa parë në historinë e Amerikës, dhe ishte vetmja mënyrë për të vendosur në kontroll inflacionin. Të gjithë ata që kishin qenë para tij, Arthur Burns e kështu me radhë, akademik shumë të mirë, por nuk e kishin bindjen e plot që ne duhet kontrollojmë inflacionin për shkak të asaj paradigmës që unë thash pak më parë. Le të lëm pak inflacion se të krijojmë punësim. Në fakt prodhuan edhe inflacion edhe papunësi. Dhe është episodi që e njohim gjithë si periudha e stagflacionit, me papunësi të lartë, me recesion ekonomik dhe me inflacion të lartë. Në Shqipëri, unë kam vënë dhe Shqipërinë këtu për treguar një episod historik që e kemi me epokën e liberalizimit të çmimeve, këtë e vura për studentët, se ne që e kemi kaluar në kurriz nuk ka nevojë ta shikojmë. Këtu kam paraqitur pak fenomenin e inflacionit gjatë një periudhe që në historinë e ekonomisë sot njihet si the Great Moderation, një periudhë që është karakterizuar që pas viteve 90, pra pas stabilizimit parë makroekonomik që arritën ekonomitë tona të tranzicionit dhe në vazhdimsi, normat e inflacionit po të shikosh nuk e dallon Shqipërinë nga Europa, nga Shtetet e Bashkuara. Kemi një fenomen global të një epokë pra të inflacionit shumë të ulët, i cili mendoj që në një mas të madhe është edhe kontribut i Kinës dhe i përfshirjes së Kinës në sistemin botror të tregtisë. Produkte me çmime shumë të ulta dhe cilësore që erdhën nga kjo pjesë e botës garantuan një stabilitet të admirueshëm të çmimeve dhe besoj që ishte një episod që kam përshtypjen që do ta harrojmë tani tutje sepse kam përshtypjen fenomeni deglobalizimit që po ndodh dhe i ristrukturimit të zinxhirit global të prodhimit dhe të furnizimit, po shkon drejt krijimit të bllokeve të reja tregtare, ku Europa do të vendoset në Europë, Azia në Azi, Amerika në Amerikë, po ngren barrierat, ju keni parë programi i presidentit Trump me tarifa thot edhe 2000% mbi Kinën. Këto çfarë nuk kuptojnë muret tarifore? Nuk kuptojnë që të gjitha kostot të larta të shtuar për konsumatorin nesër, pa mundësi e konsumatorit për të pas akses në produkte me çmime më të lira. Këto i thash pak më përpara, e fundi që duhet të them është si ta kontrollojmë sëmundjen. Inflacioni është fenomen shumë serioz dhe bankat qendrore, siç thash, që e kanë misionin e tyre themelor stabilitetin monetar, që e kemi përkthyer si një rritje inflacioni me një normë 2%, pak a shumë kaq e kanë të gjithë. Ajo që thash deri tani është kundër kësaj, ajo thotë që s'duhet kemi fare inflacion, pra duhet kemi objektivi bankës qendrore të ruaj stabilitetin e paras, jo inflacionin. Mënyra se si e kemi kontrolluar e para njëherë kontrolli kapitaleve dhe përgjithsisht vendet, siç e thash, gjend mënyra më e thjeshtë është fikso kursin e këmbimit, monedës, e bëri Bullgaria në 97-ën kur pati krizë, e ka bërë Venezuela disa herë, kanë bërë shumë, disa vende kanë hequr dorë fare nga monedat e tyre, vendet e Amerikës Latine, mos gaboj, Ekuadori e tjerë, morën dollarin, vendet e Europës, siç ju thash, morën euron. Pra, fiksimi i kursit të këmbimit është një alternativë. Unë mendoj që deeuroizimi është një mënyrë për të hequr, për të vendosur kontroll kapitali sipas meje, për të kufizuar kontrollin e kapitalit. Tjetër kemi kontrollin e çmimeve. Kontrolli i çmimeve është gjëja më absurde, sepse siç e thotë
Hajeku thot, në qoftë se çmimi tregut I heq çmimin, ke humbur sinjalin më themelor për mënyrën se si alokojnë burimet në ekonomi. Si e dim neve se sa vlen një karrige, në qoftë se çmimin e përcaktojmë neve në zyrë. Dhe I vetmi burim që mund garantojë informacionin më të mirë janë vendimet e konsumatorëve dhe jo të planovikëve qendror. Kjo është kritika që ata I kanë bërë sistemit të ekonomisë komuniste në atë kohë. Nixoni vendosi, edhe Nixoni në Amerikë, imagjinoje, Amerika atë dheu I lirisë edhe I tregut lirë, krijoi bordin e punës, krijoi komitetin e pagave dhe çmimeve, që ngjan pak a shumë sikur je në një shoqëri komuniste. Kjo ishte mënyra që u përpoqëm për ta bërë. U përpoqëm dhe ne ta vëmë me kontroll çmimi për naftën, për shembull gjatë pandemisë. Një dizastër totale, katastrofë. Presidenti Erdogan thot, do të luftojmë foreign food terrorists. Pra I ka quajtur terrorist ata që kanë shkaktuar rritjen e lartë të çmimeve në Turqi. Thënë, përpjekjet dhe rezultati I politikave që ndjekin qeverit përmes kontrollit të çmimeve është provuar historikisht që janë të sakta. Printo më shumë para, e bëri Gjermania siç thash vite 20, e bën Venezuela një vend Argentina e ka bërë shpesh dhe ky është rasti klasik që vende që dikur ishin vende jashtëzakonisht begata, Argentina është një nga vendet që ishte ndoshta edhe përpara Shteteve të Bashkuara në shekullin 19 si zhvillim ekonomik apo jo. Absolutisht. Ishte në vendet më të zhvilluara të botës, është një vend sot I statusit që mund krahasohet me Turqinë apo me vendet e tjera. Një vend I pasur me argjent dhe emri Argento është si në shqip argjent, pra është silver, kështu që një vend aq I pasur dhe begat për shkak të politikave të gabuara, përfshirë dhe politikat e gabuara në raport me paran, e kanë rënuar në statusin e një vendi. Një tjetër është kontrolli I përmes austerity, zakonisht këto I ofron Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ne në Shqipëri kemi ndjekur, mendoj, shkollën klasike tradicionale, klasike monetariste, në vitet 90 nëpërmjet kontrollit të agregatëve monetar, sepse sipas ekuacionit famshëm të money demand, kërkesës për para, po që se kontrollojmë rritjen e paras, kemi kontrolluar rritjen e çmimeve, dhe kjo ka qenë instrumenti, mendoj që ka qenë I efektshëm dhe I dobishëm, për edhe ka luajtur tamam rolin e vet gjatë viteve 90, kemi përdorur dhe instrumenta direkte gjatë viteve 90. Pastaj sot Banka e Shqipërisë prej kohësh ndjek politikën e targetimit të inflacionit, pra duke vendosur një objektiv për inflacionin, duke e parashikuar drejt atë dhe duke ecur me parashikimet dhe duke ndryshuar normën e interesit. Por ideja e kontrollit përmes austerity, që është klasike e Fondit Monetar Ndërkombëtar, është, do të thoja, shpeshherë kundërproduktive. Unë vetë kur punoja në Bankën e Shqipërisë, kam qenë në institutin e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe kam bërë një financial programming që kam pas një nga kurset e famshme të tyre, dhe në fund duhet bënim një ushtrim, një case study, dhe meqense isha europian, më ra Turqia, siç u thash, Turqia është një vend laboratoret, pra laboratoret për ne ishte Turqia, për ato ishte Venezuela apo vendet e tjera. Dhe me grupin kur uleshim për diskutuar se si ta zgjidhim çështjen e krizës, edhe fillonim shkurto pensionet, shkurto shpenzimet, rrit taksat, në mënyrë që të balanconin pak buxhetin, edhe në fund i thash, prit se u bëm si ekspertët e FMN-s, kur vinë realisht në një vend dhe të njëjtën metodologji aplikojnë ata. Shkurto shpenzimet, ul pensionet, ul pagat, rrit taksat në mënyrë që të balancosh buxhetin dhe kjo është mënyra për të kontrolluar. Kjo prodhon recesion. A ka një right approach, një metodë tjetër, një vështrim alternativ? E para unë e thash edhe një herë. Një qasje mund të jetë nga kontrolli I inflacionit në një botë me no inflation. Pra të kalojmë drejt një bote që të ruajmë vlerën e paras, pra objektivi kryesor të jetë ruajtja e vlerës paras. Dhe kjo bëhet shumë kollaj, bëhet nëpërmjet atyre operacione tregut hapur që Banka e Shqipërisë bën, që sa herë zhvlerësohet paraja, ne kryejmë një operacion duke tërhequr paran, po jo tërheqje edhe kotis, siç I thon këto sterilizuese. Operacionet që të bëhen të plota, domethënë tërheqje me drejta të plota që ta paksosh bazën monetare ose ta zgjerosh bazën monetare në varësi të interesit për ta forcuar monedhën apo për ta paksuar monedhën. Leksione që vijnë nga historia, dhe këtë doja ta them, është shkaku kryesor I mrekullisë gjermane dhe japoneze pas luftës së dytë botërore janë dy, është paraja e shëndetshme dhe taksat e ulta. Këto kanë qenë dy ingredientët kryesorë që I shpjegojnë mrekullinë qoftë Japonisë apo
të Japonisë, të Gjermanisë. Dhe mendoj që Gjermania vazhdon akoma dhe sot e kësaj dite të jetë vendi i parave të shëndetshme dhe i taksave jo aq të shëndetshme, por janë të affordable, të përballueshme nga qytetarët gjerman. A mund të kemi një ankor? Po, mund të kemi një ankor, sepse këtu duhet një ankor, mund të jetë prap Ari, vetë Greenspani para se të bëjë guvernator, ka qenë një partizan i famshëm i kthimit tek standardi i Arit. Gjithë njerëzit thonë po standardi i Arit është kemi një sasi shumë pak standardi, shumë pak ar dhe srrisim dot paran. Kjo është si thush që nuk kemi një metër aq të madh sa të masim botën, sepse ky është standard, është çështje klasifikimi, nuk është një çështje sasie. Është një çështje perceptimi apo konceptimi që e bën shoqëria një sistem referencë. Botën ne mund ta masim edhe me vizore të vogël, apo jo? S'ka nevojë që të kemi një metër shumë të madh si ato që përdorin kryetarët e kooperativave diku. Mund të përdorim një indeks commodity prices, mund të përdorim euron, unë gjithmonë kam qenë partizan për euron, by the way.